FIFA ka ndarë sot një postim tepër domethënës për kombëtaren e Kosovës duke e cilësuar rrugtimin e saj si një ngritje historike. Në fokus është evolucioni i jashtëzakonshëm i kombëtares së Kosovës në renditjen botërore që nga deputimi në vitin 2016 deri te pozita rekord që gëzoi sot. Sipas FIFA-s, Kosova u paraqit për herë të parë në listën e renditjes botërore në vendin e 190, një start modest për një kombëtare të sapo planuar në arenën ndërkombëtare, por nga i moment progresi ka qenë i pandalshëm, ndeshje të forta, rezultate surprizuese dhe një identitet i qartë futbollistik kanë kthyer Kosovën në një histori suksesi. Në postimin e tyre, FIFA ka theksuar avancimin në vendin e 84, pozicioni më i mirë i Kosovës që nga themelimi i kombëtares. Kjo ngritje shënohet si një arritje e madhe jo vetëm statistikore, por simbolike për rritjen e ekipit dhe përkushtimin e futbollistëve që nga dita e parë. Një ngritje historike për Kosovën nga debutimi i tyre në renditjen botërore të FIFA-s për meshkuj në vendin e 190, në vitin 2016 në vendin e 84 sot, pozicioni i tyre më i mirë ndonjëherë. Tani ata janë në prag të një debutimi në Kupën e Botës, ka shkruar faqja zyrtare e FIFA-s. Ajo që tërheq edhe më shumë vëmendjen është deklarata e FIFA-s se Kosova tani është në prag të një debutimi në Kupën e Botës. Me këtë fjali, institucioni më i lartë i futbollit i vendos dëmt e frankofodës me skuadrave që po trokasin seriozisht në arenën më prestigjioze të futbollit botëror. Postimi i FIFA-s vjen si një vlerësim i hapur për rrugtimin e Kosovës, një njoftim që përforcon besimin se futbolli i Kosovës ka hyrë në një epokë të re, epokë në të cilën ëndrat e dikurshme po shndërrohen gradualisht në objektiva të prekshëm.